Mirëmëngjesi të gjithë ju që e doni të mirën. Si emigrante kur erdha këtu në fillim, kam pasur ditë që kam pritur me pa durim të bëja diçka. Kam pas ditë që mendoja se gjërat nuk po më lëviznin fare, sikur çdo gjë kishte ndaluar dhe më dukej vetja pa vlerë. Por në fakt, Zoti apo universi, quajeni ju si të doni, ishte duke përgatitur diçka për mua. Diçka që kërkonte kohë, që kërkonte durim. Në fakt, kam diçka që më ka ndryshuar jetën në mënyrë që as vetu nuk e kisha menduar. Nuk mundem ta ndaj ende me ju, por mezi pres ta bëj këtë. Di vetëm të them një gjë, që çdo gjë ndodh në kohën e dur, as më herët dhe as më vonë. Por pikërisht atëherë kur duhet. Dhe sot unë dua t'ju them që ju që po prisni diçka t'ju ndodh në jetë, mos u lodhni nga pritja, sepse ajo periudhë që ju mendoni se është bosh, është periudha kur ju formoheni si njerëz, është periudha kur rritet forca, qetësia dhe besimi yt. Në pritje unë mësova të dëgjoj dhe të kuptoj që çdo gjë ka arsye në vet. Edhe vonesat, edhe ndryshimet, edhe rrugët që mua nuk më shkuan ashtu si doja unë. Lërini pra të rrjedhin gjërat vetë. Lër janë në dorë universit. Lër janë në dorë Zotit. Kini besim. Mësoni të rrini të qetë dhe edhe kur nuk i keni përgjigjet. Sepse ndonjëherë bekimi yt është duke ardhur, por po kërkon që ti jesh gati të ta pranosh atë. Shumë shpejt unë do daj me ju atë që më ka ndryshuar jetën, por deri atëherë unë dua t'ju pyes diçka. A jeni gati të prisni me durim dhe besim për mrekullin që universi po sjell drejt jush? Ju falenderoj me shpirt që më dëgjoni, sepse me komentet tuaja ma keni mbushur shpirtin. Më keni dhënë kaq shumë kurajo dhe frymëzim, sa që unë kuptoj që nuk duhet ta ndaloj më këtë që fillova. Paçi një ditë të mbar dhe plot energji pozitive. Shihemi në videot e tjera.